Absolutisht. Se vim lutem të kontrollojmë të gjithë shtëpitë publike ose këto shtëpia që do shtrohen prostitucioni, nuk tash është apartheid, është mojimi barazis, nuk stigmën e profesionit. Edhe si kur të legalizohet nuk e unë. Por, nga ana tjetër, ka shumë avantazhe ligjore edhe në ndryshimin e mentalitetit. Sepse ne mjafton të kujtojmë që shoqëria shqiptare në kohën e Zogut ishte një shoqëri aq e prapambetur, feudale pothuajse, dhe Zogu arrite të kontrollonte. Mos harroni që në Shqipëri sot ka shumë varfëri. Jo, sot do zgjidhet si profesion primar nëse legalizohet. Do ta marrim dhe në aspektin fiziologjik. Më fal Erion. Në aspektin fiziologjik. Ka burra shqiptar, si në gjithë botën, që nuk janë të aftë të lidhen, të krijojnë marrëdhënie, do me thënë të ngacmojnë vajzat, të martojnë, të fejojnë, të dashurojnë, nuk e di. Por e ka nevojë fiziologjike që të shkojnë dhe të krijojnë. Atëherë do të jetë ne duhet ta legalizojmë sepse unë fakt jam e dyzuar në legalizimin. Jo, së pari është mbrojtja e shëndetit të gruas. Së dyti është mbrojtja e jetës së gruas. Së treti është ligjërimi punës. Ju mendoni që legalizimi do ta ul trafikimin, se ky është diskutimi shumë i madh që duhet bëhet. Nëse legalizimi do ta ul trafikimin. Kjo është pika e diskutimit sot. Nëse ne legalizojmë prostitucionin këtu, mos harroni që grupet e trafikantëve do të marrin femra dhe do t'i dërgojnë jashtë vendit. Këto i dim të tëra dhe vjetë. Po tutem, po kjo nuk është ullje. Po prit pra dëgjoj argumentin tani. Nëse ju kapeni pas një fakti që ne kemi një grup se ne si me Azio, ne jemi një pikë në një botë aq të madhe, nuk do të thotë që ne ta legalizojmë. Vjet në gusht të 2015-s, më dëgjoj deri në fund. Në gusht të 2015-s, Amnesty International hartoi një draft policy on sex workers. Do me thënë bëri një politik të punonjësve të seksit. Dhe legalizonte, legalizimi dhe dekriminalizonte. A u ngrit një koalicion kundër trafikimit qenieve njerëzore film mbasaj se ka pasur ishte debati i madh për të legalizuar, për të dekriminalizuar, që urreshtuan të gjitha kundër kësaj, sepse thoshte që në thelb është tjetërsimi i gruas kjo, se ju jeni aktiviste e çështjeve të grave dhe unë them që janë dy gjëra që janë diametralisht kundërt. Në momentin që ti thua që është një grua, po, duhet që të legalizohet dhe kjo është diçka që ajo mund ta bëjë me trupin e saj, qysh në moment, jo vetëm ke hequr shentrinë e trupit gruas, por ti ke trajtuar se si mall. Dhe në momentin që ti ke shënuar si mall, ti ka rënë vlera themelore kësaj shoqërie. Unë si aktiviste të drejtave të grave, kjo shoqëri a do ketë ndonjëherë një vlerë, prandaj thash për fare, do i referohem, a do ketë ndonjë mundësi, grave u them, a do ketë mundësi që kemi një gjë që është mojimi barazis, është ja them të tëra, po nga ana tjetër dua ta mbroj dhe i sjell të dyja. Absolutisht. Po mirë, zonja Doda, Hollanda, Austria, Australia, Gjermania, Belgjika, Danimarka, Kanadaja, Zvicra, vende ndër më të zhvilluarat e botës që kanë legalizuar. Italia ka një ndikim fort fetar i cili vjen nga katolicizmi që e frenon. Ekonomikisht ose vim nuk janë si ne, ne jemi vend i varfër. Ne kemi punë, nesër adoleshentët do gjejnë zgjidhje profesionale. Përse ne unë nuk kërkoj që Shqipëria të shkojë në Evropë. Pse ne po kërkojmë të shkojmë në Evropë? Pse në Evropë